Kompania Misini Sweets faktikisht është themeluar në vitin 2006, mirë po atë ekspansionin ose zgjerimin e madh nëpër këtë qytetet e Kosovës e ka arrit dikon në vitin 2014 dhe prej asaj kemi vazhduar mandej duke u zgjeru hap pas hapi, qytet pas qyteti, deri sa kemi mri këtu ku jemi tash. Pika e parë normalisht është hap në qendër të Mitrovicës, ato edhe ku është shtëpia ku ka qenë faktikisht shtëpia e pronarëve dhe prej aty ka lind ideja që me hap një pasticqeri. Kanë fillu me shumë një lokal modest, me produkte minimale, me disa ëmbëlsira shtëpie, e kështu me radhë, po pastaj duke u zgjeruar, duke u avancuar, duke rritur asortimanin, edhe ka fillu edhe zgjerimi edhe i menysë, ëmbëlsirave dhe i ushqimit edhe i baklavës, e kështu me radhë deri tash ku jemi sot. Momentalisht operojmë dikon me 15 pika në përket Kosovën dhe pritet akoma që mbrenda vitit pi hap edhe 2 ose 3 pika tjera.